Në Shqipëri po shtohet numri i fëmijëve me çrregullime të spektrit të autizmit. Sipas të dhënave zyrtare, ato përbëjnë rreth 26% të numrit të përgjithshëm të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Dallimi midis një vonese të thjeshtë të folur dhe autizmit mbetet një sfidë për shumë prindër. Megjithse shenjat mund të ngjasojnë, çelësi qëndron te kontakti dhe reagimi ndaj mjedisit rrethues. Është gjë e ndryshme, shumë e ndryshme midis një fëmije autik dhe një fëmije me vonesë të folur. Një fëmijë me vonesë të foluri ka syt vështrimin, ka dhe vënien e veshit. Ai është i uritur për të koptuar, për të thithur, për të marrë dhe për të shprehur. Ndërsa një fëmijë me autizëm është gjithmonë problematik në vështrim dhe në vënie veshje. Ai nuk të vështron në sy dhe nuk e kthen kokën kur ti i flet në emër. Janë dy karakteristika që bien menjëherë në sy nga prindi i kujdesshëm. Ndërhyrja e hershme që në moshën 6 mujore mbetet vija ndarëse mes izolimit dhe integrimit të fëmijës në shoqëri. Janë vështrimi dhe vënia e veshit. Që 6 muaj fëmia duhet të kthej kokën kur të jetë rreth në emër. E thret bledi dhe ai duhet të kthej kokën menjëherë. Është vështrimi i tij që ka një vështrim të kuturu, nuk shikon shumë dhe elementë të tjera të cilat vjen re nga specialisti jo nga prindi. Po prindi duhet të vrapojë menjëherë për të bërë një konsult me fëmijën nëse vë re që ka probleme në vështrim dhe në vënien e veshit, në kthimin e kokës kur e thret në emër. Ekspertët theksojnë se autizmi nuk është thjesht gjenetik, por një predispozitë që mund të nxirret nga faktor mjedisor, ku ekrani dhe mungesa e interaksionit luajnë një rol kritik. Nuk them se është gjenetik, është një predispozitë. Është një predispozit që lind bashkë me fëmijën, por pastaj avaditjet shumë në kushtet e rritjes së fëmijës, sidomos ekranet, celular, televizor, kompjuter, e vadisin shumë këtë predispozit. Nëse me fëmijën, qoftë edhe nëse ai ka predispozit autike, me fëmijën, nëse merremi në fillim, luaj me të, komunikoj me të, ai fëmijë nuk do të bëhet kur autik. Komunikimi është çrregullimi kryesor. Dhe në komunikim vjet re që ata nuk kanë dëshirë, nuk të ftojnë në komunikim. Duhet të bësh shumë përpjekje që t'i ftosh dhe të marrësh vëmendjen. Janë shumë interesagjim dhe komunikimi është, pasi komunikimi është babai i gjuhës. Nga komunikimi lind e folura, lind gjuha, nga dëshira për të komunikuar, dëshira që kemi ne me njëri tjetrin bën që ne të komunikojmë. Në Shqipëri, ndërgjegjësimi ka pësuar një kthes falpunës së organizatave si ajo e Liri Berishës, duke rritur numrin e profesionistëve të trajnuar që insistojnë të një rregullar të koha. Një më i rrezikshëm është që më shikojnë të tjerët të ruhen dhe një çik ose do flasi edhe në rrugë, po ta vësh re, takon një dhe thot ha mos e imi foli 4 vjeç, jo po t'i thuash kur u bë burr. Pra nuk duhet pritur, duhet menjëherë të vraposh te specialisti. Jo, nuk është e vërtet, nuk kalohet pa terapi. Kalohet, nëse është autizëm, kalohet vetëm me terapi dhe me një përkujdesje të madhe të prindërve. Duhet që prindit të jenë aty me fëmijën, të zhvillojnë interbashkëpunimin me të, një bashkëpunim shumë të madh me fëmijën.